Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot një dokument të ri që sipas tij vërteton se gjyqtarja Irena Gjoka, të cilën ai e cilëson si Irena me 5 mbiemra, është dëbuar nga Greqia për hyrje me vizë të falsifikuar. Në një deklaratë për mediat pas paraqitjes në SPAK, kreu i Selis Blu shpreh se dokumenti i lëshuar nga policia greke dhe i pajisur me vula apostile dhe provon se Gjoka është dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata e Janinës, por ky dokument sipas tij fshihet nga kreu i SPAK. Irena me 5 mbiemra ka fshehur ekspulsin, nuk e ka deklaruar sipas ligjit të dekriminalizimit, gjë që përbën vepër penale të veçantë për çdo njeri të ligjit, por jo për Altin Troplinin, as për ILD-n, KLG-n dhe qeveritarët. Institucionet e kapura të KLG-s, SPAK, ILD nuk veprojnë për këtë krim flagrant, ndaj sot paraqes para jush provën e re të radhës për tetimin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Greqisë, me të cilin vërteton ekspulsin e Irena Gjoka Manekut nga territori grek, sipas e hyrjes së saj në Greqi me vizë të falsifikuar. Ky dokument që paraqes sot para jush është dokument origjinal i lëshuar nga policia greke me vula apostile, siç kishte vula apostile dokumenti i gjykatës së Janinës për dënimin penal të Irenës me 5 mbiemra. Ky dokument fshihet nga Altin Troplini. Berisha akuzon institucionet e drejtësisë shqiptare se kanë fshirur këtë fakt dhe kanë mbrojtur një magjistrati që sipas tij nuk plotson kriteret ligjore për të ushtruar funksione publike. Vijon përdosja e institucioneve të drejtësisë me njerëz që nuk kanë kriteret ligjore për të qenë magjistrat, sepse janë kriminal ordiner, delikuent, me njerëz që duhet jenë në burg pasi kanë shkelur ligjin dhe kanë fshehur ekspulse dhe dënime penale. Fytyra e reformës në drejtësi dhe kapja e kësaj reforme dhe institucioneve të drejtësisë. Ikona e kësaj reforme është Irena Maneku Gjoka Shpata. Keni parë me 2 mbiemra, por grua me 5 mbiemra nuk kam parë gjë sot përveç kësaj, tha Berisha.